Banorët e zonës Oriollit kanë vjuar edhe sot protestën e tyre kundër ndërtimit që po zhvillohet në zonën e tyre. Në mbështetje të tyre janë bashkuar sot dhjetra qytetarë të ardhur nga Vlora dhe Durrësi, si dhe qytete të tjera. Na malsor, kena pajtu gjaqen në shtëpinë e tjetrit. Na kena shku në klan për të bërë një ballafaqësim pasor të dokumentave, na ka ngrit prit në daljen e klanit. Në shtëpinë e mikut tonë, ka prit 5 mikut. Gjaqen një malsor nuk e ban kur. Ne ishim më të pak numër, absolutisht, por ishim më të fortë se kena pas Zotin me vete, si jena në të drejtën tonë. Janë aq burra, sa ka guxuar me ka punë për floksh. Një femen, na kena me kanun, femna nuk preket për gjak, për asnjë gjë. Gjatë protestës, banorët tentuan të hyjnë brenda kantierit të ndërtimit për të kundërshtuar punimet. Kemi ardhur një përfaqësi modeste sot për shumë arsye dhe jemi në mbështetje të banorëve të Oriollit. Ky problem ka 35 vite në të gjithë Shqipërinë. Ne kemi vojtë në 2010 dhe vazhdojmë akoma. Problemet e letrave, mos certifikimin, grabitjen me lloj-lloj skemash, falsifikime oligark. Zotëri oligark, mos e detyroni Shqipërinë veriore. Mos e detyroni Shqipërinë veriore të kërkoj autonomi, jo provinciale, autonomi ekonomike. Vi nga qyteti Durrësit, ne kemi një problematik të ngjashme. Bravo! Rezulton që një individ ka 1.5 milion metra katror truall. Zotni qash ky nipi Skënderbeut, se vetëm e që nipi Skënderbeut mund kesh 1.5 milion metra. Prandaj nase nuk zgjohemi sot për të mbrojt pronat e njëri tjetrit, nesër do jetë shumë vonë dhe kjo është pa prej 2009-s. Po, qeveria duhet të kuptojë një herë mirë se pas fillimin e pronës private të individit, nuk ka fillim ekonomik në Shqipëri. Por janë penguar nga forcat e policisë.